Në qytetin e Shkodrës nuk janë të pakta rrugët ku automjetet zjarr fikse nuk mund të hyjnë ose kalojnë me shumë vështirësi për shkak se janë të ngushta. Lagja Skënderbeg është një prej lagjeve me rrugë të tilla, ku edhe pse janë rregulluar në 5-6 vitet e fundit, nuk është kushtuar vëmendje për kalimin e zjarr fikseve në rast zjarri. Ky problem i rëndësishëm ka qenë dhe mbetet prezent, për të cilin qytetarët thonë se është dashur të mendohet me kohë për mundësinë e kalimit të zjarr fikseve dhe autoambulancave, dhe jo pasi të rregullohen rrugët. Po të si është shqesim ku është zjarr fiksa sa në botë në lagje, ti hajti shqet, ti në filmon ti se çfarë kanë kondita shkena. Po ku është zjarr fiksa e ambulanca, dhe një ambulancë e një altë, e shkotuj këjë sa ka kërësel të bume në për lagje, se vjen në mërë në ismurë. Në bavu vjetë ashtë 30 vjetë, e nuk janë luajt ma. Që ashtë si e ku ngu nuk kofinin, që ashtë ma ka lanë ma shteti. E ka më në shpinë më zalë të kirit, edhe kom bata 30 vjetë avullin, edhe se lohtë topi. Tje i kanë bëhë të tonë avullijat më retiniri, edhe gjithë se që dhe e kom thot denje to, kom bledeshe to, kom mashojt, rrugë të ngushta nuk zënë me kaluash me biciklet, e jo që jo me kam, kur të kaloj një makinë. Me rojërë që gjithë e kërka vjeshkoja është nërë me rëplën. Me në shqit me ujat e me avion, mund vinë me avion, po, për me gjarëfishe në mundet. Drejtuesit e repartit të zjarr fikseve në Shkodër prej shumë vitesh e kanë shprehur shqetësimin për pengesat që u dalin automjeteve zjarr fikse për të lëvizur normalisht brenda lagjeve në varësi të rasteve të zjarreve. Por ky shqetësim nuk është marrë në konsiderat, pasi jo vetëm që janë rregulluar rrugë pa siguruar më parë mundësinë e kalimit të zjarr fikseve, por ka edhe rrugë të tjera me pengesa artificiale që nuk lejojnë bërritjen e zjarr fikseve tek vatra e zjarrit, ose ato mbërrin me shumë vonesë. Në këtë situatë është e domosdoshme që pushteti vendor dhe specialistët e zjarr fikse të mund të përcaktojnë sa më parë një zgjidhje se si të veprohet në raste të tilla kur nuk mund të ofrohen shërbime zjarr fikse tek zjarri, dhe jo të kujtohemi vetëm pasi flakët kanë dalë mbi çati.